أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا للظالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Të dashur dhe nderuar vëllezër të pranishëm në këtë xhami, vazhdojmë me mësimet dhe porosit që i marrim nga libri Riyadus Salihin i Imam Neveviut rahimahullahu taala, librin të cilën ka përmbledhur ajete nga Kurani fisnik dhe hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, me të cilat janë ndriçon besimtarit rrugën drejt Allahut subhanahu wa taala. Jemi në kapitullin e 80 me radhë që nga fillimi i librit. Hadithi i parë në këtë kapitull, ku Imam Neveviu rahimahullahu taala thot: "Wa an ibn Umar radiyallahu anhuma anin nabiy sallallahu alaihi wasallam qala: ala al-mar'i al-muslimi as-sam'u wat-ta'a fima ahabba wa karih illa an yu'mara bi ma'siyatin fa idha umira bi ma'siyatin fala sam'a wala ta'a." Muttafaqun alayh. Narafan Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë: individit musliman i bëhet detyrë dhe obligim ndëgjimi dhe bindja ndaj kryetarit musliman në gjërat që i don dhe në ato që i urren, përveç se nëse urdhrohet në mëkat. E nëse urdhrohet në mëkat, atëherë as nuk ndëgjohet e as nuk ofron bindje ndaj tij. Këtë hadith e transmeton Imam Buhariu dhe Imam Muslimi në Sahihun e tij. Na filluam në mësimet e kaluara të bëjmë një zbërthim dhe elaborim gjuhësor këtij hadithit, dhe besoj që në ato që u tha e kuptojmë në vazhdimsi rëndësinë e gjuhës arabe dhe urtësinë pse Kurani fisnik dhe hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam janë këtë gjuhë, sepse çdo fjalë e fjali, çdo shkronjë presje e jep mesazhin dhe kuptimin e vet. Pjesa e fundit për cilën na folëm ishte se përshtatja mes fjalëve që janë përmend në hadith, mes asaj që e don dhe asaj që urren, dy antipode, dy gjërat kundër të njëra me tjetrën. Tash pasaj erdh puna e ndëgjimit dhe bindjes, që janë terme të përshtatshme njëra me tjetrën. Për të bind, duhesh me ndëgju çka urdhnon, çka thot. Dhe na e përmendëm se ne si musliman e kemi për detyrë dhe obligim me ndëgju fjalën e Zotit dhe porositë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dhe ato me zbatu në formën më të mirë. Kur të jemi të këtill, atëherë jemi besimtar produktiv, musliman të zellshëm, musliman të devotshëm, musliman që e mësojmë fenë Allahu xhelal, e praktikojmë atë dhe mundohemi me ia mësua edhe të tjerëve. Andaj muslimanët luten vazhdimisht dhe thëjnë: o Zot, ij'alna min alladhina yastami'una al-qawl fayattabi'una ahsana. O Zot, në bëm për atyre që ndëgjojnë fjalën tënde dhe në mënyrën më të mirë për saj e zbatojnë dhe jetojnë me të. Dhe më njënë kemi ndëgjimin dhe bindjen ndaj pushtetarit të mirë kur urdhon të mirë, në anën tjetër kemi mos dëgjimin dhe mos bindjen ndaj pushtetarit musliman kur ai urdhon në mëkat. Pra është një përshtatje e cila do të vjen edhe në gjuhën arabe. Kush e lexon hadithin i lën gjurmët e veta, e lën tingëllimin e vet në veshin e tij. Vazhdon kjo urtësi e rënditjes e fjalëve në këto fjali me i tingëllu në veshin e tij një kohë të gjatë, për atë që e din arabishtën edhe ndëgjon hadithin arabisht dhe e mendon këtë pjesë. Kjo pjesa e fundit, se nëse urdhon në mëkat, s'ka ndëgjim me as bindje, tregon se ndëgjimi absolut është vetëm për Allahun dhu xhelal dhe për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Këto të tjerët që janë nën këtë kategori, ata ndëgjohen vetëm atëherë kur urdhrojnë me atë që ka urdhëruar Allahu i Madhreshëm,
dhe me atë që ka urdhëruar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Në momentin që ata urdhojnë gjëra të kundërta me atë që ka urdhëruar Allahu i Madhëshëm apo ka urdhëruar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, fala sam'a wala ta'a. S'ka as dëgjim as bindje. Pasi që qëllimi i fesë, qëllimi i Kur'anit dhe qëllimi i sunetit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam është me i lidh njerëzit me Allahun dhe fenë e tij, jo me i lidh njerëzit për njerëz. Edhe nëse ky njeri është pushtetar i devotshëm, edhe nëse ky njeri është dietar i madh, nëse ai gabon edhe ky gabon, atëherë nuk dëgjohet fjala e tij e as që bindet njeriu në vendimin e tij. Andaj, si u përmend në hadith, kur të urdhon pushtetari musliman në mëkat, atëherë nuk ka respekt edhe nuk ka bindje ndaj tij. Është interesante se në këtë hadith illa an yu'mara bi ma'siyatin. Përveç se nëse urdhërohet në mëkat, e përdori, do thotë vepruesi është i panjohur. Nuk tha përveç se nëse e urdhon kryetari në mëkat, po tha veç nëse urdhërohet në mëkat. Nuk u përmend vepruesi, kush është ai? Në gjuhën arabe quhet binan ala majhul, vepruesi ula i panjohur. Pse kjo? Edhe kjo është pjesa e gjerësisë të gjuhës arabe. Që nuk është patjetër me kon kryetari ai që urdhon. Po mund me kon zëvendësi i tij, mund me kon guvernatori i tij, mund me kon ministri i tij, mund me kon drejtori i tij, mund me kon kush do qoftë që është në hierarkinë, do thotë administrative. Prej te kryetari deri te i fundit që ka kompetenca me dhon urdhën. Kush do qoftë që për tyre urdhon me një urdhën në cilën ka mëkat, fela sem'a wala ta'a, s'ka ndëgjim me as bindje ndaj tij. Subhanallah. Para më do pushtetari ka fuqinë e pushtetit. Edhe njerëzit i tuten atij për shkak të pushtetit që ka. Këtë rast po flasim për pushtetar musliman. Allahu i Madhërisht shife që nëpërmes të gjitha momenteve, nëpërmes të gjitha udhëzimeve e gdhen në mendjen dhe zemrën e besimtarit që ai të jetë i nënshtrueshëm absolutisht vetëm ndaj Allahut. Të gjitha situatat dhe rrethonat. Fillimi dhe mbarimi të jetë gatishmëria për t'ju nënshtruar urdhnave të Zotit dhe urdhnave të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Të tjerët veç sa janë afër urdhnit të Allahut, aq respektohen edhe dëgjohen. Si të largohen nga urdhnat e Allahut dhul xhelal, s'ka ndëgjim edhe respekt për ta. Edukim në lojalitet absolut ndaj Allahut. Të gjitha situatat dhe rrethonat. Sot ummeti islam ballafaqohet me disa hoxhallar, të cilët mundohen respektin e pushtetarit me bë pjesë të besimit të padiskutueshëm. Edhe pushtetari që është musliman, çka do që bën për gabimeve, ti duhesh më u bind dhe më nënshtru atij. Megjithëse ai domodin nuk vepron me shariatin e Allahut xhelal në gjëra shumë të vogla, shumicën e saj nuk vepron. Na i themi po, jemi kundër anarkisë, jemi kundër çrregullimit, jemi kundër domethënë vllavrasjes, ama respekti duhet me qenë ndaj Allahut Madhërisht, ndaj pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe pushtetarëve vetëm kur udhëjnë të mira. Dhe duhet me ngrit zërin e nasihatit dhe këshillës, secilin në formën e vet, ndaj atij që e përdor pushtetin për ta grumbulluar pasurinë dhe fuqinë tek ai, edhe pse kjo me këtë e shkel interesin e fesë, objektivat e shariatit islam, edhe shërbimin e fesë Allahut xhelal. Që fatkeqësisht në botën arabe sot, shumica e pushtetarëve nuk e kanë gajle dhe nuk e kanë qëllim zhvillimin e islamit dhe përhapjen e thirrjes islame. Shumica e tyre brengën e vetme kanë si ta mbajnë pushtetin afatgjat, si të grumbullojnë pasuri dhe pushtet dhe fuqi dhe të mbeten do thotë përgjithmonë në atë pushtet ata dhe ata që vinë pas tyre. Kurse pushtetari i vërtet musliman dhe i drejt dhe i devotshëm është ai i cili e ka gale, zhvillohet feja. S'është më rëndësi sa ka me qenë ai në pushtet. S'është më rëndësi a ka me vazhdu pushteti me qenë trashëgimi, e me vazhdu fëmijët edhe nipat e tij. Kjo s'është më rëndësi për te, sa është më rëndësi që pushtetin që ka ndorë me shvizu për me përhap fenë Allahut, me forcu pozitën e fesë Allahut. E jo, sikur se ndodh fatkeqësisht, i ndrojnë kurikulat e shkollave, plan programet shkollore, të gjitha njësitë mësimore
ku përmendet Islami, vlerat e Islamit, thirrja në Islam, vlera e xhihadit, kurthet e armiqve të Allahut dhe të Islamit dhe të muslimanëve, mi heg prej kurikulave, për pranë programeve, që faktikisht mi rrit të rit edhe të rejat pa lojalitet ndaj Islamit, pa fuqi dhe vullnet për ta mbrojt Islamin dhe për ta shërbyer Islamin. E këto situata vijnë ata hoxhallar edhe mundohen ty me ta bë pushtetarin me laçe. Ma të mirin tokë, themi, o vëlla, nëse jemi për rëmuj, si jemi për anarki, si jemi për vllavrasje, si jemi për çorodi, mirë po, secilit më ia dhon vendin e vet. Secilit duhet me i kallzu ku e ka vendin, edhe sa vlen në kantarin e fesë Allahut subhanahu wa taala. Përndryshe, këto hadithe japin këtë porosi. Këndej të insiston të bindesh pushtetarit, ama me kusht që ai të jetë i devotshëm dhe të urdhon në mirësi. Dhe në momentin që ai urdhon në mëkat dhe armiqësi, ti thuaj la sam'a wala ta'a, unë nuk të dëgjoj dhe nuk të bindem, sepse qëllimi im është me qenë i kënaqur me mua Allahu dhul xhelal, e jo njerëzit në përgjithësi. Kjo është sa i përket sqarimit gjuhësor të këtij hadithit. Kalojmë tek meselet fikore që dalën për këtij hadithit. Normalisht janë mesele që kanë të bëjnë me pushtetin dhe pushtetarin, dhe kur flasim dhe i elaborojmë këto tema, duhet ta shvizerasit për me të përmend se feja islame i ka paraprin të gjitha ligjeve botnore në përcaktimin e para pozitës së kryetarit, mbretit, të parit, emirit, dhe detyrat e tij dhe raportin e tij me popullin, shoqërinë. Do thonë 15 shekuj përpara. Që këto rregulla s'kan qenë askund të pranishme. E përmendëm në një pjesë të kaluar, kush ka pas, do thot aftësi me i bind 20-30 veta, 50 veta, 100 veta, 200 veta, 5000 veta, ai ka marrë pushtetin dhe ka shpall veten mbret. Edhe pastaj me ato 5000 veta që ka pas të bindur ndaj tij, ka shkuar edhe ka zaptu toka tjera, edhe e ka shtu mbretërinë e vet. Kështu ka qenë filozofia e jetës kalume. Vetëm se me ardhen e Islamit është ndryshuar kjo pozicion. Dhe është taktu pozita e kryetarit. Vlera që ka me pas çdo shoqëri një kryetar të parë. Pozita e tij çfarë është? Detyrat e tija cilët janë? Obligimet e popullit e tij cilët janë? Për herë të parë në historinë e njerëzimit. Andaj na themi me plot krenari dhe plot gojë, sheriati islam, ligji i Allahut xhelal. I ka parapri këtyre ligjeve që sot i kanë bota. Edhe s'ka dyshim, është dëshmuar me kalimin e kohës gjatë këtë historisë, se është ligji më i mirë që ekziston në botë. Nuk ka ligj që mundet me ju afru bilem, jo me krahasuar me të. E themi me plot bindje, e themi me plot përgjegjësi dhe gatishmëri për ta dokumentuar çdo pjesë të ligjit të Islamit krahasuar me ligjet e njerëzve, se është i pakrahasueshëm në suksesin, në pozitivitetin, në dobinë, në nevojën që ka njerëzimi për të. E them këtë fjalë vëllazë një ditë se na sot të na sulmuaj qafirat këtë format e mundshme, kemi fillu na me një kompleks, edhe mos me përmend termin shariat. Pse se po ma marrin llafin e po ma akuzojnë. Po ma marrin llafin edhe po ngjesin ndonjë shpifje, ndonjë akuzë. O vëlla, thuaj çka dush ti, beso çka dush ti, fol çka dush ti. Unë jam i bindur, e kam pjesë besimit tem se ligji i Allahut është ligji më i mirë që ekziston. Asnjë ligj nuk ka mundësi me krahasu. Pse kam argumente edhe akademike, edhe teologjike, edhe historike, edhe shoqërore, çfarë dush me i dani, kam argumente të plota që dëshmojnë e përsinë e këtij ligjit në të gjitha ligjeve tjera që kanë sjellë njerëzit. Megjithse edhe ligjet tjera që kanë sjellë njerëzit janë të marrur nga shumica dërmuese ose filozofia e ligjeve është marrë për ligjeve islame. Ua kam përmend në një prej mejliseve të sabahut se ligji kushtetuta franceze, shumica e saj është dëtuar nga librat e fikut maliki, të cilët okupatorët francez i kanë marrë nga veriu i Afrikës në atë kohë, nga Maroka, nga Algjeria, Tunizia e Libia, që kanë qenë tradicionalisht shkollës malikite, i kanë marrë librat fikore të tyre me vete ku janë kthyer në Francë,
edhe prej atyre librave, pastaj kanë ndërtuar ligjet e kushtetutës franceze dhe kjo është e dëshmuar me gjithashtu me libra dhe me studime akademike. Pra, edhe atë që e kanë, s'është e vetja. Normalisht e kanë mbi ndërtu, e kanë tjetërsu, kanë shtu, kanë heksene, sikur se e bëjnë parlamentet e shteteve perëndimore vazhdimisht, çdo qeveri sjell ligje, abrogon ligje, merr vendime me ndru kushtetutën, nuk ndodhin shpesh këto gjëra, mirë po realisht janë të pranishme. Ligji Allahu Xhelal prej ditës që ka zbrit e deri më sot është statik, është i pandryshueshëm. Edhe vazhdon me qenë aktual, edhe me qenë i rëndësishëm, si në atë kohë, si edhe sot. Sot është e vërtetë se muslimanët jo me shumë fuqi edhe shumë vullnet e zbatojnë ligjin islam në shtetet muslimane. E kanë si referencë kushtetutare sheriatin Allahu Xhelal, po jo kryesorin, jo të vetmin. Edhe kjo është lufta që bëhet mes muslimanëve edhe pushteteve laike në botën arabe, se ata në amandamentin e parë ose në preambullën e kushtetutës thënë se prej burimeve të kushtetutës sonë është edhe sheriati islam. Edhe sheriati islam. Domethënë janë rregullat demokratike, po edhe sheriati islam. Ajo që thënë muslimanët në ato vende është që burimi i vetëm dhe superior dhe kryesor i kësaj kushtetute duhet me qenë sheriati Allahu Xhelal. Shumica e shteteve kanë kështu, arabe domethënë, se prej burimeve të kushtetutës tonë është edhe sheriati islam. Përveç Saudis, i cili si shtet domethënë e ka taksativisht në kushtetutën e shtetit të shkume, burimi i kushtetutës tonë është Kurani dhe Suneti. Kështu domethënë drejt për drejt, Kurani dhe Suneti. Sa i përmban ata kësaj preambullën kushtetutën e vet është mohabet tjetër, ama kështu shkon në kushtetutën e tyre, në atë fillimin e kushtetutës. Në shumicën e shteteve domethënë tjera arabe as që përmendet sheriati islam. Sidomos në ato vende që kanë luftuar islamin, sikur se ka qenë Tunizia në atë kohë, edhe puna e Sirisë, e kështu me radhë, shtetet që kanë pas një lloj socializmi edhe luftë kundër islamit, mënyrë direkte dhe indirekte, megjithatë, na sot jemi të jetuar në një vend jo musliman, ku qeveriset me ligje jo islame demokratike, megjithatë i tregojmë këtë njerëzve e përsin e ligjit islam, sheriatit Allahu Xhelal, në shumë segmente tani flasim për kryetarin. Dhe shefin e tani për kësaj që do e folim në vazhdimsi, do kuptojmë se para 15 shekujve janë vendosur këto pozicione që atëherë bota se ka ditë se çka është me kon kryetar, çka është me e ndru kryetarin, çka është me kundërshtu kryetarin, rregullat të cilat kur ndrohet kryetari, rregullat që s'kan qenë të njohura as pak në asnjë formë në atë kohë. Për rregullave fikore që dalin nga kjo hadith e para, se cili është vendimi me pas imam, me pas kryetar. Ulemat kanë thonë, është obligim i ummetit islam, domethënë me pas kryetar musliman, është obligim. Edhe kjo është me konsenzus të dietarëve. Gjithë dietarët musliman kanë thonë se muslimanët kur janë në një vend të jetu një komunitet, duhet me pas një kryetar të vetë, një të parin vetë, një pushtetar të vetë. Tash ku thajmë në imam, kryetar, pushtetar, ti thuj kryetar, ti thuj mbret, ti thuj emir, çka duhet thuj? Emri nuk është më rëndësishëm, është me pas një të parë. Edhe kjo është me konsenzus. E vjen dikush sot për armiqve të islamit, edhe që jetojnë në mesin e muslimanëve, thënë se islami se ka rregulluar qeverisjen e shtetit. I themi na pika e kënë nxjerrë të këtë mëllë. Ja, na kemi, edhe tash për që kthejmë referencës, do e shohim domethënë se librat e vjetra që janë shkruar shekullin e 2, shekullin e 3, shekullin e 4 të hijretit e kanë përmendur se është obligimi i ummetit islam me pas kryetarin e vet. E ti thu islami në Kur'ani dhe Suneti s'ka rregulla të kryetarit, s'ka rregulla për ta qeverisë një shtet. Pika e ki marrë ti këto akuza. Që na kemi citate me referenca që përmendin qartë edhe në mënyrë të drejtë për drejtë se me pas kryetar një komunitet musliman është obligim i asaj shoqërie. Gjëra që për shembull në asnjë ligj të mëhershëm nuk ka kësi lloj përmendjeje. E dyta, mesela e dytë fikore është se respekti i të parit. Tash na e caktuam një të parë pas me obligim me caktuar të parin ton. Pa i pari a duhet më respektu apo duhet vetëm formalisht me qenë? Jo, nuk është formalisht. Na edhe kur e zgjedhim
sikur se kena përmend, ka rregulla se kush mundet mu kandidu për me kon kryetar i shtetit. Ai do të plotësojë ato rregulla. Masi të plotësojë ato rregulla, edhe na e zgjedhim si të parë, atëherë ai nuk është formalisht aty. Ai ka pushtet, ai ka fuqi vendimmarrëse. Edhe na shoqëria që kemi zgjedh atë kryetar, që kemi kontribuar në zgjedhjen e atij kryetarit, duhet me ndëgju atë. Andaj ulemat kanë thonë, do thotë la khilafa bejnë al-fuqaha, s'ka dallime mes fuqahave, أن الطاعة ولي الأمر إنما تكون في المعروف ولا تجوز في المعصية. Kur kryetari urdhon gjëra të mira e kemi obligim me dëgjuar dhe me u bindë atij. Ama kur urdhon në mëkat, atëherë s'ka dëgjim as bindje për të. Pra çka do thotë, shifne, obligim e kemi na me ndëgju të parin pa. Edhe është interesant se në të gjitha librat që flasin për këtë temë, librat e fikut zakonisht edhe librat e që thot ahkam sultanie, dispozitat e pushtetit edhe pushtet bërjes, e përmendin bashkë me këtë pjesën se këtë ulemat, fukahat, thënë që është obligim i shoqërisë muslimane me ndëgju dhe me u bind pushtetarit musliman, e përmendin me kush kur të urdhon të mirë. Dhe nuk u lejohet, jo vetëm nuk duhet, por nuk u lejohet atyre me ndëgju me u bind pushtetar musliman kur ai urdhon me mëkat. I përmendin të di pjesë e muhabetit, që mos mja mundësu kryetarit musliman me keq përdor pushtetin. Se pushteti të mashtron. Na kemi përvojë gjatë o vllazni me organizime fetare që tash 35 vjet, 40 vjet parafrasisht. Ti paramendon një kryetari një qytetës vogël me një buxhet shumë të vogël, me pak antar, i rritet menja, i duket vetja se është mret. Se është kryetar shteti. Edhe ti kur flet me te, ai të fol thotë që i ka 100.000 veta mas, o vëlla, ka dal. 3-4 aktivitete i ki, mos të rritet menja. Kryetarët e xhamijave, njëjtin problem me kanë. Duket vetja se është mret. Në të punëve që bon, sa punë të boti, për shka i të folë. Shtetet kanë buxhete miliardash, kanë qarkullime trilionash, kanë procedura me miliona procedura që lëvizin qarkullojnë. Ti i ki 4-5 projekte, i ki 3-4 punë që i banë, edhe duket vete si e mbret edhe luft bote madhe pasaj unë ose ti. Nuk kemi keq kuptim pozicionet. Edhe bëhet luftë e egër. Normalisht, për këtë arsye, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka konkretizuar këto obligime dhe pozicione që mos më jalon hapësirën njeriu me keq përdor pushtetin. Me valla unë jam pushtetar dhe unë bëj çka do ti smundesh me bëj çka dush. Ti nëse je pushtetar i drejtë dhe musliman i devotshëm, do të bësh atë që thot Allahu dhe atë që thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Përndryshe mos rrej aty. Lënë vend diku tjetër. Sigurisht që ka në atë shoqëri dikush që është më i mirë se ti. Edhe më i dobishëm se ti. E njëjta ndodh për shembull të na sot politikë, por mendon sa luftë e egër bëhet për me kon kryetar komune. Për më bëhet drejtori i një shkollës. Për më bëhet drejtori i një organizatës punës. Luftë e egër. Kur vjen pushtet ai, nëse me dhon kontribut me zhvillu vendin e punës, ai këshir se si me përdor pushtetin e tij për më bëj më i pasur. Për më bëj më i fuqishëm. E thotë, sa është pushteti për këto? Është keq kuptim i krejt sistemit politik që po ndodh. Këtu te na, sidomos në Ballkan edhe në Maqedoni, fatkeqësisht, domethënë, krejt që merren me kësaj lloj procedurash për të arritur pushtet e kanë keq kuptuar qëllimin e kësaj pune. Nuk di a mundesh me thonë që ka ndonjë për më bëu përjashtim. Mirë po, shumica dërmuese janë të atill që luftën që e bëjmë për pushtet është vetëm se me ardh me një pozit për dy gjëra. E para me pas një rrogë më të madhe, edhe e dyta me pas mundësi për me përfitu nga beneficionet që i ka si i pari asaj organizate ose asaj pozite. Nuk di a mund me thonë që ka dikush, tash du të me lon pak një hapësirë veç për me bo rahmet dikan me thonë që po, përveç një përjashtim të vogël që të vinë pushtet, i as për rrogë, as me fitu për benefiteve, po thjesht me dhonë kontribut që me qenë të rezijat organizat edhe mu të regu të tjerëve se po mundet në minutën ndershme
fisnike, me qenë drejtor dikun, edhe me punu me djerës, edhe mos me marr asin dinar më shumë se që i takon atij. A kjo është qëllimi i pushtetit sipas Islamit. Pushteti në Islam është servis, është shërbim i qytetarëve. Nuk është mundësi për të pasuruar, as mundësi për të rrit fuqinë në shtet. Po është i vetmi qëllim është me fitu kënaqësinë e Allahut e para dhe e dyta me qenë në shërbim të qytetarëve. Kush nuk e kupton kështu politikën, ai çka do që bën politik, zullum ka me bë. Çka do që bën politik, do gabim ka me bë. Edhe kam i llogarit më shumë gjuna se vapa ti. Ama kush vjen me këtë qëllime, që qëllimi është me fitu kënaqësinë e Allahut fillimisht, pastaj me qenë në shërbim të qytetarëve, atëra çka do që bën në proceset politike këtu të na, ka me qenë i shpërblim për Allahut subhanahu wa ta'ala. Andaj kjo është rregulli i dytë fikor, se pushtetari duhet të respektohet, është obligim fetar me respektu atë kur ai urdhëron të mirë. Momenti që ai urdhon në mëkat, atëherë la sam'a wala ta'a, shkar në hadith, nuk ka ndëgjim e as bindje ndaj tij. Andaj ulemat kanë thonë është haram në atë kohë respektimi i pushtetarit apo zbatimi urdhëve të tij. Pse? Idh la ta'ata li makhluqin fi ma'siyati al-khaliq. Nuk respektohet krijesa në bërit mëkat ndaj krijuesit, se krijuesi është kryesori për ne. Mesela e tretë fikore, nëse na nuk kemi të kënaqur me kryetarin ton, dojna me rrezu kryetarin, mi bë puç, ose mi bë impeachment, që dhe domthon qeveri në parlament me votue, do thot mocionin e pushtetit, domthon me rëzuat parlament edhe qeveri. A ban as ban. Ulemat kanë thonë kështu: la khilafa bejnë el fuqahai enne men ittafaqa al muslimuna ala mubaya'atihi thabatat imamatuhu wa thabatat imamatuhu wajabat ta'atuhu faman kharaja alayhi kana baghiyan wajaba qitaluhu. Shifë se ka rregulluar Islami këtë situatë, për të krijuar stabilitet politik në shtet. Nëse një kryetar o zgjedh me pëlqimin e shumicës dërmuese së muslimanëve dhe ka marrë fuqinë ai pushtet, dhe ka marrë pozitën e kryetarit dhe do të institucionet shtetënore janë nënshtruar këtij kryetarit. Edhe ekzekutivi, edhe legislativi, edhe policia, edhe ushtria, edhe gjyqësori këtë e kanë pranuar pozitën e tij. Çka thot? Thot s'ka dallim mes fuqahave. Këtë fuqahat janë të një mendimit se një imam i tillë duhet të respektohet e t'i bindemi me atij, e ai që i del karshi, ai është agresor. Edhe duhet me luftu ata. Domthonë është i qartë që gati Islam. Është i pari musliman, shumica dërmuese muslimanëve e pranojnë si tillë, institucionet shtetënore kanë pranuar si pushtetar, do thotë nëse del dikush karshi, luftohet. Normalisht nëse del ushtarakisht karshi ti. Nëse del me mendime karshi ti nuk luftohet, sepse ai nuk përdor dhunë në arritjen e qëllimit të tij. Edhe nëse ai nuk përdor dhunë, atëherë ai këshillohet. Edhe merret në, domethënë në bisedime për ta bindë se kjo që ti e thua është e dëmshme për ty, edhe dëmshme është për shtetin tonë, sepse flet kundër kryetarit, shumica e popullit e duan, edhe ai shumica e popullit ka të mira. Ku e ka gabim, ti mundesh me ardhur këtu, janë institucione shtetënore që i pranojnë këshillat edhe i pranojnë vërejtjet, tregoi ti ku ka gabim edhe vetë në prizmën e shariatit islam. Jo sipas shefit tan, me argument fetar. Edhe atë ne marrim këshillën tonë, vërejtjen tonë dhe ja përcjellim kryetarit dhe themi se këtu ki gabu, duhet me korrigju. Nëse ki argument fetar me vetë. S'ki argument veç nuk pëlqen ty vendimi i kryetarit, i themi s'është kjo punë me shije me pëlqime. Kjo është punë me argument. Ki argument fetar e demonton e pranim. S'ki argument fetar, i themi, vjen keq, ama qefet e njerëzve nuk është fontan dëshirash shteti. Shteti ka rregulla, ka ligje, sipas saj vepron edhe zhvillon. Mesela e tretë, mesela e katërt, tash flasim na për një pushtetar të drejtë, të devotshëm, të suksesshëm. Po nëse kemi një pushtetar zullumqtar, nuk është i drejtë. Nuk është të arrit qëllimet për cilët ne kemi vënë. Nuk i plotson objektivat
që i kemi caktu, domethënë, ato në pjesa e udhëheqësisë së shtetit që themi na ahlul halli wal aqd, ata që lidhin e zgjidhin dietarët kompetent, ekspertat e lëmive të ndryshme. Çfarë më bë me të? Ulemat kanë mendime të ndryshme. Hanefit, Malikit dhe Hanbelit thojnë edhe nëse është zullumqar, është haram me dal kashiti ushtarakisht, se pasoja që vijnë nga përplasja janë më të mëdha të dëmshme se sa të dobishme. Se ndodh domosdoshmë një vllavrasje atje, edhe nuk ki garanci se ti ki me marrë pushtetin edhe me erzu atë keqen. Edhe kjo është interesant, të du më nalë, se qëtu njëse i problemeve të shumëta në botën islame sot, mes hoxhallarëve dhe dietarëve. Se pushtetari që kur të është zullumqar, ai i bën dy punë për një herë. Një, mundohet me keq përdor pushtetin për interesin e vet, dhe në anën tjetër, tu e ditë e zullumin që është e bo, e forcon lojalitetin e policisë dhe ushtrisë ndaj vetes së tij. Sa e din se është të bo zullum, edhe e din se kjo pakënaqësi që akumulohet te populli, një ditë ka me shpërthy. Edhe ai çka bën? Mundohet dy gjëra me i bën në këtë pjesën e dytë. E para me i ble me rishfeti kur e përdorin nuk do të thonë veç pare, me i ble një pjesë të madhe të njerëzve vendimarrës brenda pushtetit, tu i dhon pozita, tu i dhon benefite, tu i dhon dhurata, edhe tu i dhon pasuri. Për shembull, kjo është bo miliarder, e lejon edhe këta tjerë që janë kryesor të bëhen milionera. I lejon domosdoshmë keq përdor edhe ata pushtetin, edhe me bo pasuri private, me pasuru familjen e vet. Kjo është pjesa e parë të pjesa e politikanëve, edhe të pjesa e policisë dhe ushtrisë mundohet mi pas në komand mas besnik ndaj tij. Edhe në momentin që shifet në horizont do një gatishmëri për revolt qytetare, popullore, ai nëpërmes aparatit represiv, policisë dhe ushtrisë me ngulfat atë revolt. Edhe mi tregu se mos gaboni me dal kashje se unë kori, s'kam mëshirë për askënd. E kjo është fillimi i shkatrimit atij pushtetarit zullumqar. Se ti bollë mo zullum, tu e shtu zullumin nuk e mbron pushtetin tanë. Edhe kjo është kur tha që Allahu ja ka vendos kejt pushtetarëve zullumqar. Se pushtetarë i zullumqar, momenti që e ka pushtetin, e momenti që e ka paren, momenti që e ka lojalitetin e një pjesët e pushtetit të krim, të kalp, edhe i ka blej mediat me pushtetin dhe pare që i ka, a i mendon se është i paprekshëm edhe është perandor i përhershëm. Jo kryetar shteti me mandat. Unë sot edhe deri sot muj. Edhe kështu shumica e kryetarëve në lindjen e mesme, në botën arabe, botën e muslimanëve janë të këtillë, fatkeqësisht. E marrin pushtetin pa merit, edhe e marrin dhunshëm dhe fuqishëm, do thotë me këto mekanizma. Edhe Allahu xhallahu shkon t'u arrit mendjen atyve. Atu menu ata se unë përderisa e kam parën, përderisa e kam pushtetin, përderisa i kam mediat, përderisa i kam këta politikanë të korruptuar me vete, përderisa e kam policinë, përderisa e kam ushtrinë, s'ka kon shumë lëviz mua. Edhe çdo revolt popullore ai në mënyrë brutale, të ashpër, të egër, tenton me ngulfat edhe me enar. E çka ndodh? Shtohet revolta në popull, edhe shtohen protestat në shoqëri, deri sa vjen momenti që ai hik nga hija e tij. Lexoja para 2 ditëve momentet e fundit kur ky do thot zullumqari, tirani, despoti i Siris Bashar al-Assadi ik nga pallati, domethënë presidencial në Damask, e i thot shoferit i tij personal, ku po shkon? Ku na lën? Do të vazhdojnë me luftu, unë jam të shku. Do të i mori disa gjërat vete, e mori djalin e tij, ta dhe iki dhe na la neve vet. Edhe normal që kështu ka mendohet me këtë njerëzit. Për herë ka mendohet kështu. Pushtetari zullumqar, mas keq ka milon ata që kanë shërbyer më lojalisht. Ata që kanë më besnik ndaj tij. Edhe ndaj na i themi o vllazni, domthonë, mos u mashtroni me pushtetin që keni. Mos u mashtroni me pasurinë që keni. Mos u mashtroni me fuqinë që e ki për momentin, ushtrin policinë. Se këtë ata, momentin që e shohin që ti jetu patis që themi na kjo shkop, jetu hynë lom, loq, ata kanë më të largu.
Po edhe ti ki mu largu për tyre, sa ta e din këtë punë. Edhe s'ka me t'ni mu askush. Edhe kejt zullumqarve në momentin e fundit, kur kanë rrahë, s'ka pas kush me një mënë atyre. Hiq, edhe atë më të afërmit e tyre, po edhe ki ka të rrathu ata, edhe ata e kanë të rrathu këtë. Ashtu ndodhi edhe me Mubarakun, dhe më thonë, në Egjipt, ashtu ka ndodhi, më thonë, edhe me diktatorët në Tunizi, kejt, që ka me ndodhi, edhe me Ceaușescu në Rumuni, në kejt vendet ku ka kryetar, despot, zullumqar, funi ka me qenë në nëshmim për to, ka me qenë braktisje e tyre, ka me qenë largim për njëri tjetët, edhe se cili ka me thonë nefsi, ta shpëtoj vetën teme. Mirë po, sheriati islam i ka parapa këtë të situata, edhe ta shflet për një pushtetar zullumqar, thot muslimanët, duhet me mendu, se zullumi i ti është i madh, po nëse na të qojmë i kashiti, as kemi fuqi me ndryshu, atëre shtohet zullumi i ti ndaj neve dhe na nuk kemi arrit qëllimin e veprimit tonë. A dhe andaj, ka ulema që kanë thonë, dhe më thonë, është haram me dalë kashiti nëse nuk i plotësojmë kushtet, dhe të tjetë kanë thonë, si kurse është puna e medheve tjera, se duhet, në më thonë, me dalë kashiti, çka kanë thonë këta Hanefit, Malikit edhe Hanbelit, është haram me dalë kashiti, edhe nëse është me qëllim me pengu zullumin e ti, pse? Sepse në mungesë të kryetarit dështon zhvillimi i shtetit, na duhet me këshillu atë, por mos me dalë kashi ushtarakisht e me kryu vllavrase. Kurse disa Maliki dhe Shafit kanë thonë është e lejuar me dalë kashi imami zullumqar, edhe domethënë sidomos nëse ai që del kashi këtij pushtetarit është i drejtë, atë na duhet me ndihmu atë me zëvendësu atë kryetar zullumqar me një kryetar të drejtë. Do shifni çfarë elaborimi të detajizum të kësaj problematike. Puna e ndryshimit të pushtetit, për një pushtetar zullumqar, një pushtetar të drejtë. Edhe këto mekanizmat e dhunshme të ndryshimit të pushtetit janë analizu. Edhe normalisht në bazë të analizave kanë sjell konstatime të cilat domethënë konstatime i kanë me të regjistruar në për libra dhe prej atëherë deri sot na i kemi para vetes dhe na ndihmojnë neve për me ndërtuar qëndrimin. Allah i na falë gjithëve, Allah i shpërblet për vëmendje, alhamdulillahi rabbil alamin.